Vlezër të nderuar, xhamatlit e pranishëm, jemi të vetëdijshëm para 3 ditëve ku na e hetuam një tërmet i cili ishte një shenjë nga shenjat e Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu Subhanahu wa Taala i manifeston fuqinë e tij në kosmos dhe në tokë për t'i përkujtuar njerëzve, për t'u dhënë njerëzve një mesazh. Ashtu dhe tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, kur ndodhte ndonjë tërmet, apo ndonjë vërshim, apo ndonjë fenomen nga fenomenet në kosmos, thonte se Allahu Azza wa Jall ja u përçon juve një mesazh, ju përkujton juve, pra përkujtoni vetën tuaj me këtë mesazh nga mesazhet e Allahut Azza wa Jall. E kemi pasë disa sekonda, shumë nga njerëz dolën nga shtëpiat e tyre, u prish qetësia e natës, e si do t'ishte nëse do t'a dinim dhe do t'na lajmërojnin se pas 2 ditëve do të bëhet një tërmet aq i madh dhe do t'jeti sigurt 100%, a do t'jeton çdo njeri në rahati në shtëpinë e tij, a do t'jeti i rehatshëm? E Allahu Azza wa Jall po na tregon neve në librin e tij para 1400 viteve se ai tërshtimi i madh dhe ai tërmeti i madh do të ndodhë në të ardhmen nga kiameti, e ne jemi duke shkuar nga kiameti. Tha Allahu Azza wa Jall, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Njerëzve ju është afruar llogaria, mirë po njerëzit janë neglizhent në huti. Po ashtu në ajet tjetër tha, iqtarabat is-sa'atu wa nshaqqa al-qamar, është afru kiameti dhe është qahana. Me këto mesazhe Allahu Azza wa Jall po na përkujton, o besimtar, je i vetëdijshëm se në çdo moment mund të ndodhë diçka nga ndodhit që don Allahu Azza wa Jall, mirë po ti t'jesh i përgatitur. Pse vëllezër të nderuar? Sepse atë shumë janë përhap gjunahet, janë përhap mëkatet, dhe se njerëzit nuk urdhrojnë të mirë dhe nuk ndalojnë nga e keqja, i shohin gjunahet dhe mëkatet, mirë po as pak nuk ju skuqet fytyra. Ai që u dridh nata dhe u dridh atë natë disa sekonda, njeriu i cili e kishte fal Yatsin dhe ai i cili kishte lexu Kur'an, ai është i qetë se si do të vdesish, ashtu do të ringjallësh. Mirë po ai i cili do ta kishte zonë tërmeti dhe do ta kishte mbuluar pa namaz, pa iman, pa besim, pa pendim tek Allahu Azza wa Jall, atëherë do të jetë për atë një problem shumë i madh. Po vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam na udhëzon që besimtari në vazhdimsi të merr këta këshillat nga Allahu, dhe mesazhi i kësaj është që njeriu të përkujtohet dhe të kthehet tek Allahu Azza wa Jall. Për atë tha Allahu subhanahu wa taala në ajet, wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Tha Allahu Azza wa Jall, nuk e dënon një popull kur ishte në mesin e tyre Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo tregon se ku me një vend ka njerëzit mirë, ka besimtar të mirë, bëhet shkak falja e tyre, bëhet shkak duaja e tyre që ti ndalon nga vërshim apo nga një katastrofë shumë më e madhe. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, dhe Allahu nuk e dënon popullin nëse në mesin e tyre ka njerëz që pendohen dhe bëjnë istighfar. Po vëllezër të nderuar, e sidomos jemi në prak të dyerve të muajit të madh të Ramazanit, që njeriu duhet ta starton muajin e Ramazanit me pendim dhe falje. E sidomos është shanse e madhe ku është muaj i mëshirës, muaj i rahmetit, muaj i faljes. Ndëgjoni këtë hadith të Muhamedit alayhi salatu wassalam, një ditë prej ditëve, në ditën e Xuma, duke hipur në shkallët e hutbës, 3 herë e ndëgjuan të pranishmit sahabët duke thonë amin. Hipi në shkallën e dytë tha amin, hipi në shkallën e tretë tha amin, dhe sahabët u habitën se nuk ishte zakon dhe nuk është zakon e besimtarit të bën amin para se të bën lutje. Njeriu bën lutje, bën dua dhe pastaj thot amin. E i than
shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam: "Ja Rasulullah, të ndëgjuam 3 herë thave amin dhe nuk të ndëgjuam lutjen tënde." Tha: "Isha duke hipur në hutbe, kur mrita në shkallën e parë, erdhi Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe tha: O Muhammed, men adraka Ramadan, thumma lam yughfar lah, ab'adahu Allahu min rahmeti." Tha: "Kul amin." Kultu amin. Tha Gjibrili më tha: "O Muhammed, kush pi umetit tënd do të mrin muajin e Ramazanit, muajin e mëshirës, dhe nuk do të bëhet shkak i muaj i mëshirës i faljes, që ta falë Allahu e largoft atë nga mëshira e tij." Tha: "Thuaj amin." Thash amin. Pastaj në shkallën e dytë tha: "Kush i ka mbrit 2 prindër apo njërin prej tyre dhe nuk është bërë shkak kujdesin ndaj tyre t'ja falë mëkatet, e largoft Allahu nga mëshira e tij." Dhe e treta tha: "Kush e ndëgjon emrin tënd kur të thot Muhammed alayhi salatu wassalam, ai që e ndëgjon emrin dhe nuk dërgon salavat, Allahu e largoft nga mëshira e tij." Pra muaji Ramazanit është një shans e madhe që njeriu vetëm se në futet në muajin e Ramazanit, është shkak muaji Ramazanit për t'ja fal gjunahet, për t'ja fal mëkatet besimtarit, se është muaji mëshirës, është muaji faljes. Jo veç me kaq, Muhamedi alayhi salatu wassalam tha: "Men sama Ramadan, kush e agjeron muajin e Ramazanit, imanan wa ihtisaban, me besim në obligueshmërinë e Ramazanit, wa ihtisaban, dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen krejt mëkatet e kaluara." Vetëm nëse hin në Ramazan, të kap muaj mëshirës dhe i faljes dhe i fal krejt besimtarët, thot vetëm se njeriu me hin Ramazan, është aq privilegj i madh, është aq një muaj madhështor, është aq një muaj i madh, sa që vetëm se njeriu nëse futet në muajin e Ramazanit, bëhet shkak për t'ja fal gjunahet. E kjo ishte një shenjë tërmetit që ne të përgatitemi për falje dhe të himi në muajin e Ramazanit, muajin e faljes, dhe t'i braktismi gjunahet, t'i braktismi haramet dhe bëmi veprat mira dhe të hymi në mëshirën e Allahut Azza wa Jall. Pastaj, jo vetëm se me kaq, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Men qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush i fal taravijat me muslimanët në xhami, i fal 30 ditë taravijat, i falen të gjithë gjunahet të cilat i ka kalu me atë që ka besim në Allahun dhe bindje se Allahu Azza wa Jall të kata për ta shpërbly këta. Jo vetëm me kaq vazhdon: "Men qama lejletul qadr", jo vetëm se muajin e Ramazanit në tërësi mirë, po edhe nëse ngritet çat natë që është nata e Kadrit dhe falet natë, bëhet shkak që me një natë të falen krejt mëkatet e kaluara. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wasuffidat ash-shayatin", dhe prangosën djajt. A i dini pse i prangos Allahu Azza wa Jall djajt? Sepse e ki pasë para Ramazanit me të thonën fali 20 rekat falu natën, me thonë lexo që ka që Kur'an, me thonë jep sadaka, me thonë baneket, do t'i shkon shumë vështirë. Mirë po në Ramazan e keni pasë sa lehtë është njeriu ta agjeron tanë ditën të rënë pa ushqim, pa haje, pa pije, dhe pastaj të vjen natën dhe të falet tanë natën, dhe pastaj don kohë dhe të lexon Kur'an dhe të bën hatme. A i dini pse? Sa Allah është duke të një muë. Allah është duke i prangos djajt. Allah është duke i lidh shejtan që ti të të liron nga nësytjet, nga ngacmimet, që të bësh më tepër adhurim dhe ibadet, dhe të të kaplon mëshira Allahut dhe të të fal dhe të të shpërblen me shpërblima të pakufishme tek Allahu Azza wa Jall. Pastaj tha: "Wa futtihati al-abwabul janna al-thamaniya", hapën tërë dyert e xhenetit, që të të shtohet më tepër ambicia në punë të mira. "Wa uglaqatil abwabul jinan", e uglaqatil abwabun niran, dhe mbyllën dyert e xhehenemit. Dhe thot një melek: "Ja baghi al-khairi aqbil, wa ja baghi ash-sharri aqsir", dhe thot: "O ti person
i cili bë mirë s'do me bë vepra të mira, eja afrohu, se tash e ke kohën me bë vepra të mira. Dhe o ti i cili don të bësh vepra të këqija, ndalohu se tash është koha e ndalesës nga punët e këqija. Pendohu, braktisi ata punët e këqija dhe përvilju punëve të mira. E vëllezër të nderuar, a po shikoni se çfarë Zotit mëshirshëm kemi? Apo shikoni se në prakt çfarë muajt jemi? Muajin e faljes, muajin e mëshirës, një muaj madhështor, një muaj i madhërishëm, i çuditshëm, që vetëm se në futesh në këtë muaj të falen gjunahet, vetëm nëse agjeron të falen gjunahet, vetëm nëse falesh në taravih të falen gjunahet, vetëm nëse falesh një natë të falen gjunahet, hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit, prangosën djajt që ti të bësh vepra të mira dhe të futesh në xhenetin e Allahut. E nëse nuk e ban këta, a do të jetë ky njeriu më i humbur dhe më i falimentuar? Shancat janë të gjithë anët që ti të hish në mëshirën e Allahut, në xhenetin e Allahut. Dhe ka njerëzi që hin ky muaj dhe ata as se si nuk janë përgatitur, as me mendjen e tyre, as me zemrën e tyre, as me shpirtin e tyre, as që e planifikojnë dhe ta xhenojnë, e as që e planifikojnë me bë vepra të mira, ata dojnë që ta kalojnë muajin e Ramazanit. Thojnë u knaqshëm shumë letë o konë muaj Ramazanit. Pse ishte letë, ta natën kena shkun, kemi lujtën okeja, kemi lujtë domina, e kemi kalu deri në sifir, e kemi falë, e kemi hangër sifirin, edhe e kemi fut gjumi deri para akshamit, 15 minuta para ezanit, i kum lasi drejt në sofër se kum marrë vesh Ramazanin hiq. A që është Ramazan? Vëllezër të nderuar, nuk duhet na hikën 5 kohët e namazit. Nuk duhet na hik agjerimi dhe pa pejgamberi alayhi salatu vesselam li saimi da'watun la turad. Për agjeruesin është një lutje që nuk kthehet. Agjeruesi e ka një armë në Ramazan që çdo dua që e bën te Allahu, Allahu t'ja pranon. I agjerueshëm, i me namaz, i me lexim të Kuranit dhe kur të bësh dua të kesh bindje se është muaj që agjeruesit nuk ja kthen Allahu azza wa jall duajën lutjen prap. Për ata me një hadith thot inna Allaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu azza wa jall thot është bujar dhe është i turpshëm dhe turpërohet nga robi i tij nëse robi i tij i ngrit durë te Allahu që të bën lutje e Allahu azza wa jall t'ja kthen këtij personi durë të zbrast. Vetëm se i përgjigjet. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na jap shëndet, na jap iman, na jap besim që ta mbrim këtë muaj të bekuar të muajit të Ramazanit, të na fal, të na mëshiron, na ngrit në gradat larta të xhenetit, na premeson në zemrat tonë, në shpirtat tonë, na bën besimtar më të drejtë, më të devotshëm, ashtu siç tha Allahu azza wa jall, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ju nxitoni garoni në veprat e mira në falje tek Allahu, jannatun arduha as-samawati wal ard, në xhenetin e cila është gjerësia e saj sa gjerësia e qiellit dhe tokës, o iddat lil muttaqin, është përgatitur për të devotshmit. Allahu na bëft të devotshme. Allahumma amin.